Mos e bëni më. Ja 5 ushqimet që i keni larë gabim deri më sot. Njerëzit që kujdesen për shëndetin e tyre e dinë se është jashtëzakonisht e rëndësishme të lajnë produktet ushqimore. Procesi duket shumë i thjeshtë, lini ujin të rrjedhë dhe ja, por në fakt është e kundërta. Në këtë video do t'i jepen disa këshilla se si duhet të veproni në këto raste. Nëse mendoni se e keni larë mollën me pak ujë dhe është gati për të ngrënë, e keni gabim. Zhyteni në një enë me ujë me sodë buke e mbani për 12 minuta dhe ja ku keni larguar shumicën e kimikateve. Pak rëndësi ka lloji i lakrës, mbi të gjitha duhet të veprohet njësoj. Mbusheni enën me ujë, shtoni pak uthull dhe zhyteni lakrën për disa minuta. Në këtë mënyrë sapo keni hequr qafe të gjitha bakteret e dëmshme. Nëse keni përsëri për të larë peshkun, të paktën jo për aq kohë sa nuk duhet të hahet thuajse i gjallë. Temperaturat e larta vrasin çdo bakterë, ndaj nëse përpiqeni ta lani, s'bëni gjë tjetër veç se rrezikoni për hapjen e tyre në kuzhinë.